Me që doje të tregoja prallë? Ja, sa Okej, vazhdo. Po mirë, vazhdoje. Qitë në i gjotë tjetër të që. Shumë e lezeshme të betohet. Jo. Pasaj do thotë dhe Agaj, natë për natë do më tregosh një prallë. Të ja tregosh, s'ke që bë. Selmani do të aftosh, se të ka aftuar. Ashtu, e? Ha, më trego. Tani. Një prallë të vërtet. Po ti unë të kam treguar, ti s'ke treguar në Një prallë të vërtet. Të vërtet? Ishte një herë se ç'na ishte. Tani. Ishin disa çuna dhe goca. Edhe këta që thua ti, që se asi që i ftuan diku të shkonin. Edhe kaloi një vajzë aty. Pro, ku e kam atë vajzë? Dhe kjo vajza që thua ti, ishte pjesë e këtyre çunave dhe gocave. Po pastaj. Dhe që thua ti që se asi që. Po. Vendosën këta çuna dhe goca të shkonin diku. Pritni se rregullova këtë qaf është kjo, jasteku. Ha. Vendonin të shkonin diku në një vend të panjohur. Komplet, ha? Komplet. Edhe kështu bën. Qa bën? Mirë po. Urdhë? Bërtit pak që se do shoku kopshit ton Big Bastard. E kështu ndodhi. Ngrije pak zërin. Ua. Ke kërkesa mi? Mirë po. Po ngrije zërin, tham, jo. Ua, po nuk tregojt pralla me zë të lartë. Po si? Nuk quhet më prallë. Ade keqen. Edhe për të shkuar ke ky vendi kishte një kusht. Ha? Që askush nuk duhet ta dinte se çfarë vendi ishte para se të bërinin në destinacionin e duhur. Dhe kështu ndodhi. Ua, se kisha një gjuna herë vetën ti me mbrallë. Shive nenja u këput, ylli u këput. Ata u shoqëruan që secili më vete një e nga një në përdyer dhe në për dhoma të ndryshme. Dhoma të ndryshme? Po, në mënyrë që askush të shikonte njëri tjetrin. Ashtu. Ndërkohë, një nga këto vajzat ishte vetëm ishte me flokë të verdha. Edhe kjo ishte paksa e habitur nga gjithë kjo që çuditshme, si kishte mundësi që të ndodhte kështu. Dëgjonte zhurma në përdhomat në gjitur, për nuk e mund ta kuptonte se kush vallë nga këta miqteri do t'ishte pranë saj. Ella? Edhe, që thonë, edhe, çfarë bëri vajza? Vendosi që mos të mendonte më fare për këtë. Kujtja vendosi? Kujt pra? Kujtja vendosi? A ti kujt?
Të qoti fëmijë prap. Mirë. Ti do për rrallë, apo do Do dru. vetës? Miku ri. Ja vendosi miku të ri. Dhe, kishte një dyshim kjo vajza për personin që kishte ngjitur ke dhoma. Më vonë e zbuloj se kush ishte. Kush ishte? Po hesht more të gjo për rrallën. Më thonë, do ta dëgjoj. Se s'kam durim. Nëse vendosi vajza të mos e mendonte fare këtë gjë. Dhe të ndodhte që të ndodhte. Kështu bëri, e zuri gjumi dhe të nesërmen e morën në një mjet të çuditshëm që ajo vetë nuk e priste që do ishte një taksi. Dhe Hipi ke taksia? hipi ke taksia dhe nuk kuptoj fare se ku po shkon. Befas e shoqëruan dy njerëz dhe në gjithë një stall. Stall. Me kasht. Me kasht. Po, E qa i bën? i vu një pul këtu sipër dhe i tha baje. Po kështu do. Po pula njeri ishte? Vajza u shtang. Që të bënte? I ngeci pula në dorë. Po priste. Që të ndodhte? Ha, pra, e oe? Prit, prit vajza, prit pula. Prit vajza, prit pula. Pul ishte apo gjel? Gjante si pul. Po ishte gjel. Gjante si pul, po ishte gjel. Edhe, dakor, tash ti kaloj një kohë gjatë, derisa erdhën disa persona të tjerë, çuna goca, që kjo i kishin thënë që do ishin miqtë e saj. Njëri më i çakërtisur se tjerë. U tremb vajza. U trema jo goca? Gjeti që janë këta me këta sy të zgurdulluar kështu. Zgurdulluar? Po, kishin zgurdulluar të tërë. Se në fakt nuk ishin ndaq faj. Një bjonde me një pul në dorë, e kupton që tash. Nuk ishin. Urdhëroni. A do? Jo, nuk ishte as kishte nga këto gjëra. Këtu fillon çudia. Kishte vetëm kasht më ti budalla. Dhe gëlasa. Vetëm kasht. Do akullor dhe ti. Edhe pastaj? Edhe pastaj. Okej. Hapshu. Oh, më iku. Ti iku? Ku? Ku? Mo cenzore nga poshtë. Se deshte me të shti. Edhe iku të shtima nga poshtë, nuk i doli lartë. Po pastaj, ku erdhi? Pastaj, këta miqtë e çakërtisur dhe të çakërtisura, sikur u zbutën pakës. Situata nisi të qetësohej sa po asaj hoqën pulën nga ora. Ja hoqë. Ja hoqën. Po pse? Po pula ku shkoj? A i fati saj nuk për momentin ishte i panjohur. Dhe vajza atë mendoj ç'do bëhet me pulën vallë. Qa u bë me pulën?
U martua. Pastaj, na doli që për parat se të shkon të vajza ka i vëndi me shokët kishte shkuar pula. Sa pule keqe. Thume keqe. Kupton? Teta, a kifta kullore të ftohtë? Çdo herë, kur nuk pati, kur. Nuk Po ishte pastaj, Dhe pastaj, dita e parë ishte shumë e bukur. po kur? Filluan të qeshnin, të kërcenin, të këndonin, të frenin, të vallëzonin. Po shpirash lozën pastaj? Lozësh të pirash, sy ka mbylla hapa do dhapa Po ku je fsheu spitalesh? brapa. Dhe spitalesh dhe plot për A kishte doktor aty? Kishte një doktor, ai ishte infermiere kishte, jo doktor. Ishte një infermiere. Ajo ishte një vajzë me flokë të gjata deri këtu. Kumi? O teta, Si Rapunzel. Deri kumi? teta, I shkonin poshtë kurizit. Poshtë kurizit? Te këllqet. o teta. Teta, Tëra. po aty a hanin a kullore të Të ftohtë? ftohtë. Koma, jo, nuk ishte se bëjshi bajamet. U mërzit. Po bajamet ku shkun? Prit, kishte më mirë. Kishte koste grirë me fleshtyze. Dhe ato e bënte miku i të gjithve, që ishte Frederiku. Kështu e kishte. Frederik. Po ky çaj ishte ujku? Jo, që nga ato vitet? Ishte Bacanaku. Po, Bacanaku. Bajanaku ujkut mi budavace. Bajanaku ujkut. Po, pra, kuptoni ta. Sa s'kupton fare ti. Edhe, pasi kërcyen dhe vallësuan, filluan të tridheshin të gjitha trasat. Ka zhurma, ka të përtiturat e njëri tjetrit. Krak, 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 krak. A kishte gogola aty mrena? Nuk ishte gogola, po kishte kuqetra. Kuqedra. Sa koka? Njëra kishte 7. 7 kokra? Dhe kjo sa herë, ja prisni njëre kokë. Kokra? I dilte kokë Koka. tjetër. Shikon, Po pastaj? u trapë shoqja. Pse? Ka pralla, se ishte me kuqet